ti je një nga organizatorët e panajërit, apo jo? Po. Si lindi si ide? Atëherë në kuadër të shkollës me dyert hapura, në kuadër të këshillimit të karrierës, ne vendosëm që, siç bëjmë çdo vit me të thënë të drejtën, të bëjmë edhe si vjet një panajër në të cilin tregojnë të gjithë kulturat e gjuhëve të ndryshme që bën në shkollën tonë. Sa rëndësi ka për ty ky aktivitet? Ky aktivitet është shumë i rëndësishëm për faktin se i ndihmon njerëzit që të socializohen me njëri tjetrin. Nxënësit për shembull shohin se si funksionon, se çfarë do të thotë që të mësosh një gjuhë tjetër përveç atyre që ata marrin. Ke hasur vështirësi në organizimin e panajërit? Dhe aktivitetit? Do të thoya që çdo gjë ka vështirësitë e saj, po me thënë të drejtën, doli diçka shumë e bukur dhe po shohim një rezultat shumë të mirë. Tani jemi këtu me Vanesën, që është bërë si një kukull. Unë dua të të pyesja pak çfarë motivesh ka veshja juaj sot? Çfarë ke veshur ti sot? Unë ka veshur këtë fustani. Gratullohesh pak që ta shohim ke kamera? Shumë e bukur. Këtë fustan më ka dhënë specifika Argita. Vanesa është në klasën e 12 dhe studion gjuhën ruse si gjuhë të tretë. Edhe ka me shumë pasion në fakt studimin e gjuhës ruse. Dhe prandaj sot është veshur me kostumin popullor të Rusisë. Ke pas emocione ti ke ky aktiviteti? Po? Si po kalon? Ne jemi këtu në terasën e Asim Vokshit dhe këtu ndodhemi në stendën e turshishtes. Si po ju duket aktiviteti? Shumë mirë. Unë e kisha ndier veten gati edhe më përpara. Ky ishte thjesht i përgatitje shumë e lehtë për ne. E kuptoj. Si lindi si ide? Nga drejtoresha e shkollës tonë, që ka gjithë këto vite që i bën këto aktivitete dhe pse jo them, mos marr pjesë edhe neve si tenda e turshistes. Keni hasur probleme? Jo, deri tani jo. Ti ke bërë një veshje që është tradicionale e shtetit rushis, apo? Po, kjo është veshje, por këtë na e kanë sjellë nga shkolla turke. Atëherë jemi këtu me disa nga punimet që nxënësit e gjimnazit kanë bërë dhe unë këtu jam me Madelën, që është bërë shumë e bukur sot. Si e? Mirë po juve? Si po e përjeton me emocione gjithë aktivitet kaq të bukur? Kam shumë emocione, por deri tani shumë mirë çdo gjë në rregull. Atëherë mua kostumi jot në fillim më pëlqeu shumë. Dua të të pyes pak për motivet, çfarë janë? Kjo është veshja e fuksit, ndryshe quhet veshja e gruas. Ky veshje është kam trashëgimi nga gjyshja. Është i punim gjithë i punuar me dorë. Dhe po mundon që ta ruaj trashëgimin. Shumë e bukur.